Më 28 nëntor të vitit 1912, 40 burra hodhën firmën e rënd në atë që u quhet Proklamata e Pavarësisë dhe shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Mes këtyre 40 burrave, njëri quhej Xhelal Bej Koprënska, ishte nga Skarpari dhe ju zgjodh një nga 18 senatorët e atij kuvendit të Vlorës. Ishte një nga 83 delegatët dhe ishte pra një nga 40 firmtarët. Kjo është proklamata e pavarësisë. Nëse e shikoni në cep në anën e djathtë, pothuajse në mes të fletës së proklamatës së pavarësisë, është një firmë e shkruar Xhelal Ko. Pra, Xhelal Koprënska ka firmosur me inicialet Xhelal Ko. Kjo është pjesa origjinale e proklamatës së pavarësisë. Por ajo që ndodhi mbas instalimit të regjimit komunist në vitin 1944 dhe deri në vitin 1990, ndodhi çudia. Ajo firmë u bllokua, u fshi, u zhduk nga historiografia shqiptare dhe më ndihmon regjia. Ja, kjo është proklamata e përdorur zyrtarisht gjatë regjimit komunist. Dhe me foton që kemi që ju vendos mbi të, u mbulua, pra u zhduk firma e Xhelal Koprënskës. Por kush ishte Xhelal Koprënska që arriti të firmos, të bëj aktin më sublim, më të rëndësishëm në historinë dhe karrierë, jo vetëm të vetëm, por edhe në historinë e Shqipërisë. Ai pati një fat të trisht se edhe pse Ismail Qemali e vlerësoi dhe e caktoi një nga bashkëpunëtorët e tij më të afërt si zëvendës ministër të luftës dhe ishte ai që drejtoi luftimet në jug të vendit, kryesisht në zonën e Skraparit, të Korçës, të Përmetit. Ai u vra 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë dhe hedhjes së asaj firme të rënd. Pësoi të jetë infat edhe vetë Ismail Qemali, por këtë akt ose këtë po themi sublimitet të jetës, Ismail Qemali e ka shpjeguar vet ose e ka parandjerë më saktë në atë fjalimin e tij të famshëm kur tha nuk po u lëm fëmijëve pasuri, po u lëm amanet një atdhe dhe një shtet. Dhe një nga këta që mbeti viktim ishte dhe Xhelal Bej Koprënska. Habia është jo vetëm zhdukja e emrit të tij dhe firmës së tij në proklamatën e pavarësisë, por familja e tij pësoi një përsekutim në kufit ekstrem. Ata u shpërngulën, u larguan nga Skrapari dhe gjithë pjesëtarët e familjes u burgosën, u përndoqën. Kulmi ishte një prej nipërve të tij, Xhelal Koprënska, pra që mori emrin e gjyshit, i cili u pushkatua në vitet 70 si armik i popullit dhe i regjimit komunist. Për gjitha këto, kemi shumë pak të dhëna, nuk ka dokumentacion, nuk ka rrëfime, nuk ka intervista. Unë kam kënaqësinë sot e quaj madje dhe privilegj që për herë të parë për figurën e Xhelal Bej Koprënskës, firmtarit të pavarësisë, flet i nipi i tij, djali i djalit, Abdul Bej Koprënska, i ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku jeton atje për afër 35 vjet, pra 35 vjet, në vitin 1991 është larguar dhe pra më shumë se 34 e gjysmë vjet jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kam kënaqësi ka ardhur pothuajse engas në studion e emisionit Dekalog këtu në Dritare TV për të rrëfyer historinë e gjyshit të tij Xhelal Bej Koprënska. Zoti Abdul Koprënska, faleminderit që pranuat që të jepni një intervistë të parë në jetën tuaj për Xhelal Bej Koprënska. Ju falenderoj ju përpara se kjo ishte iniciativa juaj. Sigurisht ne biseduam bashkë, por ju ishit edhe për më tepër Eralda Baze, e cila i dha shkëndi gjyshit tim dhe ju në për libra dhe shkrimet që keni bërë përpara disa vjetëve, duke ma përmendur gjyshin në të cilin ishte mbuluar nga historia me baltë. Dhe kjo është një fat i madh që ne kemi një mundësi për të ripërtrirë figurën e një patriotit i cili nuk kurseu jetën e vet për kombin, për Shqipërinë. Unë nuk kam bërë asnjë gjë, ajo është mikroskopike përballë asaj figure të jashtëzakonshme, të ndritur, të kombit shqiptar dhe sigurisht edhe të asaj krajine, nga ne kemi origjinën në të dy, por që rastësisht jemi sot këtu. Unë si gazetar dhe ti si nipi Xhelal Bej Koprënskës. E para njerë, kush jeni ju për gjithë ata që na ndjekin, kush jeni ju dhe lidhja juaj me Xhelal Bej Koprënskën?
Xhelal Bej Koprenca është gjyshim, unë jam djali doktor Ali Koprenckës. Do të thënë, ju jeni Abdyl Koprenca, djali i doktor Ali Koprenckës, doktorit, djalit të Xhelal Bej Koprenckës. Djali Xhelal Bej Ali Koprenca, babai juaj, nuk ka lidhje me Ali Koprenckën deputeti. Jo, është tjetër. Kemi farë kushëri lekut, por babai im në atë kohë, kur ka qenë deputet, ka qenë 8 vjeç. Edhe s'ka lidhje. Po, kur Ali Koprenca, deputeti parlamentit parë, në 1921-shin, do thënë, nuk kishte, babi yt ishte? 8 vjeç. 8 vjeç, do thënë, s'ka lidhje. Kemi 2 Ali Koprenca. Ali Koprenca, babai i Abdyl Koprenckës dhe djali i Xhelal Bej Koprenckës, filmtarit parësisë, dhe Ali Koprenca i kushëriri i largët i familjes së Xhelal Bej Koprenckës, që ishte deputet në parlamentin e parë në 1921 dhe ai për fat keq edhe atë e vranë në Korçë pas disa vitesh. Tani, më tregoni pak kush është familja juaj, kush jeni ju personalisht dhe kush është familja juaj? Unë kam lindur në Rom me 16 mars 43-shin. Në Rom? Po. Babai im ishte mjek në atë kohë. Babai juaj Ali Koprenca. Po, babai im Ali Koprenca ishte mjek në atë kohë. Dhe u detyruam nga bombardimet anglo-amerikane me gjithë kundërshtimin e nënës time, erdhëm në Tiranë dhe qëndruam në shtëpinë në rrugë e Fortuzit, aty ku e ka shtëpinë Alex Buda. Në atë shtëpi kemi qëndruar. Po babai juaj Ali Koprenca ku ka lindur? Babai im Ali Koprenca ka lindur në Koprenckë. Në Koprenckë Skarparit? Po. Atje në Malë fare, atje? Po. Atje ku ka lindur dhe Xhelal Beu? Ka lindur Dali Beu, ka lindur Xhelal Beu. Tani, e marim nga Xhelal Bej Koprenca. Xhelal Bej Koprenca, kë kishte prindër? Dali Bej Koprenca, i cili kishte një seri të madhe pronash. Dhe ema? Deko Koprenca. Tani, ata sa fëmijë ishin Xhelal Beu? Sa vëllezër motra? Kishte Hasanin, po, Zalon, po, Dulen, po, ishin 4, Hasani, Dulen. Vëllezër. Po. Tani, Dalipi kishte 4. Dalipi kishte Xhelalin, kishte Hasanin, kishte Dulen, cilin ja ka marrë emrin unë, edhe Zalon. Po, do të thënë, këta ishin 4 vëllezër. Kishte edhe 4 vajza. Dhe 4 vajza, 8 fëmijë. Dalipi. Tani, Xhelal Bej Koprenca, rrim këtu tani. Ishte më i arsimuari, ishte më i njohuri? Çfarë ndodhi me Xhelalin? Xhelal u arsimua ku? U arsimua në Turqi, në Robert College. Në Robert College. Po, dhe mori gradën ushtarake. Mbaroi shkollën ushtarake në Stamboll. Po. Shkollën amerikane ushtarake në Stamboll. Dhe u diplomua atje. Dhe u diplomua. Ku e mërua? U emërua oficer në ushtërinë turke, oficer i lartë në ushtërinë turke. Po, dhe ku punoi? Me qendër në Janin. Çfarë grade kishte? Po, general me sa di unë e kishte. General? Po. Okej, dhe ai punonte në Janin. Në Janin. Tani, çfarë ndodhi që ai u afrua me shpalljen e pavarësisë? Ai e njihte Ismail Qemalin? Në atë kohë nuk e di, po më vonë pastaj ka rënë kontakt. Sepse ai e afroi shumë. Në atë kohë, me ndimin e tij dhe me urdhën e tij, Hasan dhe Dule Koprenca hapën shkollat e para shqipe. Para shpalljes pavarësisë. Para shpalljes pavarësisë. Do të thënë ata janë 1905, 1906. Ata kanë hapur shkolla shqipe në zonën e Skaparit. Po, në Çorovot, Koprenckë dhe i kanë hapur familja këta vllazëria domethënë themi. Edhe në atë... Në Korçë? Jo në Korçë, në Koprenckë, në... Jo, e kisha fjallën në Korçë në zonën ngjitur me Skraparin, ato... Në Çorovot, Koprenckë dhe aty në... Gostënsk? Gostënsk. Në Gostënsk? Po, në Gostënsk. 3 shkollat e para shqipe. Dhe kush i hapi këto? Këto i hapi... Xhelali? Me urdhërin e Xhelalit, me iniciativën e Xhelalit, i hapi Hasani me Dulen. Vlezër? Po, vlezër. Vlezër e Xhelalit. Se kishin dhe i vlla tjetër, Zalon, i cili u vëra. Po, tani, çfarë ndodhi, si u afrua Xhelal Bej Koprenca me pavarësinë? Dhe ai ishte një nga 83 delegatët. Po, sigurisht. Atë tamam nuk e di, po sigurisht situata e pruri, sepse ai abandonoi atë pozitën që kishte dhe që punonte në Janin dhe erdhi u shkëput nga ushtria turke. Po, u shkëput nga ushtria turke. Dhe u bë pjesë e shpalljes pavarësisë. E shpalljes pavarësisë u bë
Se kur ka ardhur eksaktërisht unë nuk i di. Ai shkoi direkt në Vlorë. Sigurisht që Shkoi në Vlorë. Dhe aty u shpall parasia, hodhi dhe firmën e rëndë dhe ka dokumente për këtë edhe madje edhe kujtimet. Fjala vjen të Ajredim Bej Cakran që thotë që para me firmon si Xhelal Bej Skrapari madje. Po. Mbasi u shpall pavarësia, ai u zgjodh një nga 18 senatorët. Po. Se Xhelal Bej Koprënska, për gjithë ata që nuk e din, u zgjodh në kuvendin e Vlorës edhe senator. 18 senatorë ishte ata. Një nga këta 18 ishte edhe Xhelal Bej Koprënska. Nuk i dha post ministri, po i dha post zëvendës ministri i luftës. Mehmet Pasht Ralla ishte ministër. Dhe zëvendës ministër i luftës ishte Xhelal Bej Koprënska. Se si dha post ministri? Po, ku të dim ne si e kishin punë ata. S'kishte moment. Atëherë. Dhe çfarë detyre i dha? Atëherë, qysha ditë, deri ditën që dha jetën, kishte përgjegjës për mbrojtjen e kufirit kundrejt andarëve grek të Shqipërisë juglindore, përsa i përket gjithë pjesës me Greqinë. Ai poziciononte trupat, kujdeseshe që ata mos të ndërhynin dhe të thyerin kufirin, edhe për të ndërhyrë në Shqipëri dhe për të kryer krimet e tyre të zakonshme, të cilët ishin. Si organizoi këtë Xhelal Bej Koprënska? Si e ka organizuar, unë nuk kam në Se ka kryer luftime? Po, sigurisht. Ai bër barrierë, ai sa ka pasur mundësia, se duhet të themi edhe për kushtet e kohës. Deri ditën që vdiq ishte përgjegjës për atë punë. Tashi, gjatë kësaj kohe, ai ka marrë iniciativa se kanë dhënë urdhë, se kanë hyrë, kanë dashur me hyrë në Skrapar në këto zonat. Zonë Korçës. Edhe janë telegramet e një masinë 5 dhjetori 1912, 6 dhjetori 1912, 13, 14 dhjetor janë telegramet dhe të cilët e udhëzonin dhe ishte lidhja midis Ismail Bej Qemalit dhe Xhelal Bej Koprënsës për të organizuar, për të mbledhur trupa, për të rivendosur, për mos me i lënë ata që të hynë andarët grek në Skrapar, dhe sigurisht mos me i lënë që me dëmtu zonat shqiptare. Do më thënë, me njëherë këto janë të verifikuara në arshivat e shtetit në përmjet telegrameve direkte ndërmjet Xhelal Bej Koprënsës dhe Ismail Bej Qemalit, të cilët këto i kam lezuar me sa kam pas mundësi. Në këtë kohë, andarët grek sulmuan dhe Skraparin. Në këtë ta mlodhen një disa tentuan të mbledhin 1500 veta, sigurisht në përmjet ndërhyrjes Xhelal Bejut dhe Hasan Koprënsës dhe këtyre, dhe kanë bërë luftimet ashpra në ato zona. Edhe përfundimisht andarët grek hynë në Koprënskë e morën, por luftimet vazhduan dhe pasandaj ata me sa diun, ata kanë arritë të largojnë dhe mos krijojnë dëme të mëtepërshme. Përsa e përket në Koprënskë, në atë ditë që kanë ndërhyrë, janë vrarë 2 shqiptarë nga familja Dosi, emrat e cilëve unë nuk e Familja Dosti? Po, 2 vetë janë vrarë. 2 vetë? Po. Nga grek? Në shqiptarët, nga të Koprënskës. Po pse? U vranë përse patën luftimin Koprënskë, se e morën njërë për njërë Koprënskën. Se kuptova, do thënë, grekët e pushtuan Koprënskën? Po, e morën. Dhe e vranë grekët këta? Po, jo, u vranë në ana palës tonë shqiptare, u vranë 2 vetë nga familja Dosi. Kush i vranë? Po, ata grekët se ishin luftë me grekët. Grekët se kuptova. Po, këtë thash. Okej, deri këtu, do kemi ndërprerje publicitare dhe kthehemi sërish, sepse kjo shkodran, ti je në Skrapari, të flasësh shkodranisht. Se shkodran se flas unë? Jo, është sleng shkodran, ti duke shkodran 100 karat. Publicitet. Janë Skrapari. Një falenderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë shpejt, kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimi Manigram në çdo zyrë dhe agent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës së shorteut që do të zhvillohet në Edila Shqiptare në televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra, në Edila Shqiptare në televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte.
Për çdo një transfer ju do kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, sapo të kryeni transferin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Unë gjithnjë jam me Abdyl Koprënckën, djali i djalit të Xhelal Bey Koprënckës, pra nipi i Xhelal Bey Koprënckës, një nga 40 filmtarët e pavarësisë atë 28 nëntor të vitit 1912. Zoti Koprënckë, unë po e prish rrjedhën e kësaj sepse ti po flet shkodranisht. Domethënë përpara un kam një skrapali. Dhe jo skrapali të lehtë, po nipin e atij ka hedhur firmën më të rëndësishme në historinë e skraparit. Pra, një nga 40 filmtarët e pavarësisht dhe më vjen aq bukur, aq mirë, kënaqe kur e shikoj atje në Muzeun e Vlorës, atje e kanë vënë në dysheme firmën e Xhelal Bey Koprënckës, dhe ti flet shkodranisht tani. Po e prishum këtë rrjedhë se po më habit si mund frit, se ti mund frisje si skrapalik shumë. Unë edhe mund të ndroj gjë. Jo, pse flet me sleng shkodran? Po sepse unë qysh 12 vjeç shkova në Shkodër dhe jetova, po kam jetu 35 vjet. Po pse vajte në Shkodër? Pse, përse u persekutova qysh 3 vjeç. Do t'i kthemi edhe një. Po kështu ditë flasë si në skrapari? Skrapari nosha jo, po korçarçe edhe flas. Po jo korçarçe, çka korçarçe? Ti je skrapali. Po ti po se. Do vemi në Gostënsko. Patjetër mo, patjetër. Me vërteto. Po do ta ulemi e ta puthim ato ashtu sikur e putha para disa ditë. Do të pyes për atë. Tani, ai pati kontribut edhe mbas shpalljes pavarësisë, se kur zgjon senatori ishte me vot unanime, është dokumentuar kjo, asnjë vot kundër për Xhelal Koprënckën. Pati kontribut, madje ai mori pjesë edhe në kongresin e Durrësit dhe u zgjodh edhe delegat në kongresin e Lushnjës. Por 44 vjet që ishte, e 3 muaj e 3 ditë. Më 21 tetor 1919, Xhelal Bey Koprënckë u ekzekutua, u vra në qafën e martës në një prit. Ç'a ndodhi? Po, me sa di unë, ky ishte në krye të 35 burrave, sepse u dha lajmi që me ikin e francezëve nga Korça, kufiri Korça dhe kufiri grek midis Greqisë dhe Shqipërisë u rrezikua. Dhe u thirr Xhelal Beu dhe që të vinte në mbrojtje të këtyre me trupat e tij. Me trupat e tij dhe ishte në krye të 1500 vete. 1500 vete, I kishte. Të mobilizuar. Të mobilizuar. Të armatosur. Skrapali, po. Gjithë skrapali? Po. 1500? 1500 vete. Dhe ka qenë pak. Po. Ky tash ndodheshte me një grup 30 vetësh. Dhe në Dallinj ose te ajo qafe martirit. Qafe martës. Po, që unë isha para 3-4 vitesh. Po. Aty ky me një të shtën të vetme e qëllon edhe e vret gjyshin tim Xhelal Beun dhe këta e morën pasaj e shunte dhe fshati të Motrës. Ky iku. Shkoj në Selanik. Ky u strehun në Greqi. U strehun në Selanik. Syria Guri. Po ç'a lidhje kishte me... Unë nuk e di të kemi në lidhje me të, por kur kanë qenë xhaxha im ose xhaxhesha ime që është tezja mamas, ata më thanë që këta kanë marrë hakun dhe më morën hakun dhe në 1922 ikën nga Kopresa dhe kemi shku në Bullgares aty ku kemi edhe tokat sot. Një sekund, do më thënë, si e morën hakun, se kuptova këtë? Morën hakun gjyshit, ja mori xhaxha im, Sami Kopresa. Sami Koprënckë e ka arrestuar, e ka kapur atë, çfarë? Jo. Morën hakun. Unë di që janë pajtuar si gjaq. Jo. Nuk janë pajtuar? Jo, nuk janë pajtuar. Shumë kanë thënë që morëm hakun dhe ikëm. Tashi fjalët... Mbas kësaj ngjarje, ai u varros, trupi i tij u varros në Kostënsk.
Jo në Kopransk, po në Gostos. Kishte të motrën atje dhe kishte lidhje shpirtënore me të motrën. Se kam kuptuar asnjëherë. Po. Ai ishte lindur, ishte Kopranska dhe nuk e varrosën në... Po, e quhen të motra, kishte motrën, kishin këta, baba jem, axhat e mi kishin... Tani, arsye vrasjes, për çfarë ishte? Një arsye ta thonë dhe me kësi kur kanë pas kë gjyshi im i ka vra dajen, ati ka fut njërës me vra dajen. Por unë të kam bërë dhe një koment dhe them që gjyshi im, sa kam të dini unë, nuk ka qenë një kriminel që me shku me vra njërës. Por a ishte në luft me Esat Pash Toptanin, ishte në luft me Grekët, dhe strehimi këti prej Shqipnia dhe shkoj gjeti strehim në Greqi, kjo t'jep të kuptojmë se Greku në atë kohë i lufton të patriotet shqiptarë. Ka mundësi që Grekët ta kenë vendosur dhe ta kenë vrarë, ose Esat Pasha, sepse gjatë vitin 1918 dhe në fillimet e vitit 1919, Xhelalbeu bëri një kundërshtim për shkumin e Esat Pashës në Konferencën e Paqes. Po, në Paris, dhe mblodhi burrat e Skarpari dhe bën një peticion. Kundër Esat Pashës? Kundër për 100 vjet. Atëherë kjo është arsye. Dhe Sami Koprenska, po në Skarpar, po në vitet i biri, Xhaxhaim dhe i biri Xhelalbeu Koprenskës, organizoi një meeting. Sa vjeç ishte Samiu në atë kohë? Samiu mund të ishe... Ishte shumiri? Jo, ishte 1898, 20 vjet ishe. Se Samiu mori pjesë në luftën e Vlorës. Po, 1920. Po. Edhe, do më thënë, i urdhruar nga Jati, a i bëri një proklamat, bëri një dubim shumë të madhë prej mira në Çorovot, në kundërshtim me Esat Pashën. Këto fakte dhe mbrojtja dhe insistimi i gjyshit tim dhe lufta që bëri kundër antarëve grek, masi ishin greke ose dhe Esat Pasha. Këta akuzohet mrapa për dy gjëra. E para që ai do më thënë kishte se më shkoj me iku nga mandja tash. E ti jeton në Amerikë dhe në i fjallë mund të harrosh. Po jo më e kisha në mandje. Okej, e ka përzim. Në këto momente, dhe në bazë vrasjes së tij, ju thatë që jemi larguar komplet, e u larguan gjithë familja? Po, 1922. Po për hirë se duket edhe morën hakun edhe vendosën të largohet dhe vendosën Bullgaret. Se kuptoj këtë që morën hakun, si e morën hakun? Po, me sa di unë, Syria Guri nuk u kthye. A i nuk u këthy? Jo, edhe ata pasaj kishin rrethu shpinë e ti, me sa kam dëgjuar unë, edhe nuk e di direkt prej xhaxhait tim, po prej njerëzve, edhe dojqën shpinë me gjithë që kishte mënë, me babën, nan, ja dojqën, edhe me që u futën si në armiqësi, vendosën u këthynë. Ikën nga Skarpari? Në 1922. Dhe ku vendosën? Në Bullgares të Korçës. Aty kam edhe tokat dhe unë sot. Sa larg janë nga Kopranska në Bullgares? Se di, po... Ne bëm gati 2 ore sa me dalë aty me shku në shtyllë. Jo, do të them kur... Pastaj... Ale mund jetë sot një 3 orë... Deri në 1944, përfundim të luftës dytë botërore, si trajtoi figura e Xhelalbeu Koprenskës? Nuk e kam në ide për atë, po di që Xhaxhaim Sami Koprenska mori pjesë në luftën e Vlorës, ishte deputet i Fanolit, ishte me Fanolin, ishte Fanolis kundra me Zogut? Kundra me Zogut, ka qenë perfekt në Pogrades 1926. Do thënë Sami Koprenska, djali i Xhelalbeu Koprenskës, dhe vllai Ali Koprenskës, dhe xhaxhai i Abdyl Koprenskës që kam këtu. Dhe ikën, po në Bullgares sa qëndruan? Po qëndruan gjithë jetë deri në 24 dhe jetonin dhe në Korçë. Po pastaj si ikën të Shkodër? Po, Xhaxhai u internua dhe nga Ahmet Zogu në vend të Otene, u internua... Itali? Po, edhe nga italianë. Kur erdhin pastaj,
Ata jetonin në Korç, në një shtëpi, unë kam qenë fëmijë i vogël dhe shkonja sa herë, se ne, masi iku baba im edhe ne në Korç vajtëm të tezë. Do ne nga Tirana vajtëm të Korç. Po, në Korç, sepse ne në nxorën jashtë dhe ne i morën Tani, ti qëtërën për këtu, Xhelal Bej Koprënca, sa fëmijë kishte? 4. 4 djemë dhe 2 vajza. Dhe 2 vajza. Një nga ta ishte dhe baba juaj. Familja pasaj, si e vazhdoi jetën? Ta ishin bashkë, ishin atje në Bullgares, pasaj u ndan. Baba im iku jashtë që studioj në Bologna. Po? Pa ju këthyve pasaj? Po, kam pas xhaxha në Syria Koprënca që më vonë jetoj në Tiranë. Një xhaxha marem Koprënca ju vra gjatë një aksidenti në ure këlqyrës, kurse baba im vajti në Itali, studioj në Bologna. Luftën e 2 botërore, kë mbështetën Koprënca, familja juaj Koprënca? Luftën e 2 botërore, baba im ka qenë me ballin kombëtar, po mas 24-ës. Pas ka qenë me anën e gabuar? Po, për mu s'ka kënë anë gabuar. Po pse me kë ka qenë? Po pse me këtë ishe. Komunistët luftuan. Po komunistët luftuan me ballisat, se nuk luftuan me Gjerman dhe mada. Britanikët kështu thonë? Që Britanikët ndihmuan komunizmin për të ardhur në fuqi, ndihmuan Kjo është teoria juaj. Komunistët ndihmuan Titën për të ardhur në fuqi dhe ndihmuan edhe komunistat shqiptar, që i furnizuan me Napoleon. Si thoni ju në Amerikë so complicated kjo çështje. Nuk është complicated, po është shumë e qartë. Tani komunistat luftuan me ballisat bashkë. Kjo ishte fatkeqësia. Pati familja juaj një personazh të spikatur gjatë luftës së dytë botërore? Në rezistencë, për rezistencë flas. Xhaxha im Syria Koprënca ka qenë me partizanët në Sadiun. Me partizanët? Po. Do dhe njeri me partizanët, tjetri me ballisët. Po. Kjo ishte Shqipëria. Kurse me Sadiun. Po. Kurse xhaxha im Samiu nuk u përzie, por në 45-ën bëri një memorandum kundër Partisë Komuniste. Kush? Xhaxha im Samiu. Sami Koprënca. Po, i jati Xhelalit dhe atë pasaj... Djali Xhelalit. I jati i biri Xhelalit. Jo, mos e ngatrojmë atë, mos e se i zë makina njëzë për në gjë. Do në djali Xhelal Bej Koprëncës. Djali Xhelal Bej Koprëncës, i madhi, i lindur i 1898. Dhe qëfar bëri ai? Bëri një memorandum kundërit Partisë Komuniste dhe ata e dënuan me varje. Me varje? Po që ndodhi? Po e lanë me 15 vjetë burg. Burg, i bëri? I bëri në Borel. I bëri. Po ju pasaj sikët të Shkodër? Po, unë ishim të ndarë, se ne jetonim në Tiranë. Ju jetonim në Tiranë? Po, po si ikët pasaj në Shkodër? Po ne ikëm, ne në nxorën jashtë, me 6 shtator 26-ës, në rrugën e Fortuzit, që jetonim, erdhen partizan, morën plashkat, por baba im ka pas Luan Qafsezin, djalë Hallet, i cili hyri garant për të ikur baba im në Itali, se mori raport si sëmur, dhe iku me aeroplanin e fundit. A i në lajmëroj me telefon ne që ikni se po vinë partizanët me ju marë, dhe ne shkum në Korç, të tezja ime, të e ama Angel Hysen Begasit, që e takova pak për para, dhe aty jetuam një vjetë. Mirë po... Ju cilës ditëlindje jeni vitin? Unë kam lindur në Romë me 16 mars 1924. 24? 23, 16 mars 1924. Një vjetë pra se të përfundon dhe luftë? Po, një vjetë, kur kam ba një vjetë e kam ba në rrugë Fortuzit. Rrugë Fortuzit? Po, e kam bërë një vjetë. Po dhe nga Korça pasaj? Nga Korça u detyruam pasaj, vajtëm në Durrës, se ikëm se komunizmi ishte shumë i rrezikshëm e nuk mund të qëndronim atje, vajtëm në Durrës dhe mama ime u martua pasaj dhe i shoqi saj ishte shkodran. Si u martua mama juaj? U rimartu me... E pse u divorcua? Po, u divorcua me baben. E u divorcua me babajnë, me Aliu? Po. U divorcua? Po, dhe u martu me Met Karajan, i cili është... Me kë? Met Karaja, po është my stepfather, si ti thu, Njerku. Njerku, stepfather, po. Edhe prej aty pasaj në nxorën dhe prej Pallatit Shijakut 1955. Po divorci lidhe me aspekte politike, apo ishin çështje personale? Mama ime? Po? Po iku marë baba ime, la... Ku iku baba ime?
Baba im iku me aeroplanin e fundit shkojnë në Rom. Iku në Itali? Po, aty kishim edhe shpinë. Si qikën gjithë ata... Po, jo, ai iku ndryshe se baba Se im... iku në shpinë e vet? No, baba im se nuk ta thashtë. Po? Se haro, baba im dha një kontribut për lëvizjen nacional shqiptare. Pa, se mund të pyeta? Pa, pyete, po mund... Po, po ju bejlerët keni të zë makina me këto lidhjet e familjes tuaj, po? Edhe ai zori shpëtoi shumë partizan nga Gjermanët. Qa pozitiv kishte? Se futeshe brenda kishte Po jo, qa pozitiv kishte? Ishte doktor, ishte mjek. Duke qenë si doktor? Po, ishte mjek. Edhe i jepte raportat. Aliko Prënska? Po, edhe i nxirrte jashtë. E ke edhe te libri Gjelal Staravesës, që e ka shkruar. Tani më kujtohet. Tani, baba juaj e braktisi familjen, po themi, është e rëndë është kjo fjalë, po e braktisi dhe ikun në Rom? Ikun në Rom sepse po ta shpjegoj. Sa fëmila? Sa ishit ju? Vetëm mua më la. Vetëm ty? Po ti je me... Po ta shpjegoj arsyen. Po? Kur hyn partizanet, masi shpëtoj shumë prej tyne, edhe qa bën, ta e morën dhe e futën në burg. Aliu? Po, e futën në Borel, edhe ka kënë një qeli me nipin e Abbas Kupit, me Hamit Kupin, për një muaj. Pas andaj në zorën jashtë. Atër i matë nëroj mëndin edhe vendosi që të kthehet përsëri në Itali, edhe aty kishim dhe shpinë, dhe mama ime kishte pajën e vetë, edhe apartamentin e tane kishin të në. E mama në la, që kishim mama jo të ty? Jo, kishim në Italinë, nëse erdhëm në Shqipëri sa për të kalu. Po ngellët këtu, ju ngellët këtu? Unë me maman. Ngellët këtu? Në Durrës? Jo, në Tiranë, rrugën e Fortuzë. Tani, babaja ti Ali krijoi familje të reja ti? Jo. Nuk krijoi familje? Deri sa ndroi jetë? Derisa ndroi jetë. Kur kanë ndruar jetë? Në New York, Nassau County, në Woodbury Road. Okej. Ju, ti dhe mamaja pasaj, çfarë ndodhi? Shkuat në Shkodër? Apo u martuan? U martuan Durrës. Me Met Kraja? Me Met Kraja, po. Çfarë ishte Met Kraja? Met Kraja ishte punonte në import-eksport magazinier në atë kohë. Po? Mirë po, i vlaj ti u arratis Hysen Kraja, iku shkojnë Jugoslavi dhe ata hoqen në puna. Tani Met Kraja është pjesë e familjes madhe Kraja të njohur në Shkodër? Po, ata janë dy, po familje madhe, tregtarë shka qenë të shpronsuar. Dhe nga aty ju shkojnë në Shkodër? Prej aty, masi në nëzorën jashtë, pas një ro, pas një gjë, erdhëm këtu në Tiranë, nuk gjetëm Derman edhe shkum Shkodër. Edhe ajo... Po pse Shkodër? Po pse vetë... Mama ishe nga Shkodër? Pse, jo mama ime ishte... Burri, më falë, burri, ishte për Shkodër. Dhe sa fëmijë bën të tjerë? Kishin dy djemë të tjerë. Njëri vdiq 5 vjeç e gjys, e tjetër është gjallë edhe është në Arizona sot. Sa vjeç është ai? Ai është 17 i bëni para një muajt e gjys. Do sa ju? Unë bëra 82 para 2 muajsh. Shekullovsh. Faleminderit bashkë me ju.